Është koha të përballeni me sfidën. Game show më elektrizues i momentit. Në 10 javë do shihni personazhet tuaj më të preferuar në momente të paimaqinuara dhe në situata të papritura. Cili grup do të ketë guximin, bashkëpunimin dhe shkatësinë e dur për të qenë fituesit e çmimit të madh final. Supermodelet. Vjen në ekranin e digital risia e këtij sezoni. Sfida. Adrenalin në maksimum. Nën prezantimin e Ilda Bejlerit dhe Bobit në një sfidë të re. Kjo është loja ku asnjëherë nuk e gjen dot se çfarë të pret. Në puntatën e shkuar, në raundin e parë për Arin dhe Ylberin, të cilët në fazën e parë i dhan garanci dhe siguri ekipit të tyre, gjysmë finalja nuk ishte edhe aq e lehtë sa e kishin menduar. Kështu të dy pritën raundin e dytë për ndonjë pikë në ekipin e tyre. Raundi i ardhshëm bëri dhe diferencën e të dy ekipeve. Edi dhe Altina nuk arritën të gjenin një pozicion të saktë për të kaluar, ndërsa Arbri dhe Jonida ishin perfekt në zgjidhjen e tyre, duke fituar dhe 2 pikët e para të kësaj puntate. Në raundin e tretë, Ylberi mori pikën e vetme tek ekipi i tij, duke i rikthyer besimin shokëve të skuadrës tek aftësitë e tij. Ndërsa intelektualët thjesht menduan se një pikë ishte më e vlefshme se performanca e tyre për të kaluar formën. Ndërsa në raundin e katërt, Edin dhe Arbrin e hutoi bukuria e tyre në pasqyrë. Kështu, asnjëri nga ata nuk e përdori pasqyrën për të parë formën e murit, kështu asnjëri nuk arriti të merrte asnjë pikë. Në fund të puntatës, ishin intelektualët që triumfuan mbi Osa Keq dhe u kaluan për finalen e madhe të sfidës. Sonte, do të argëtohemi të gjithë së bashku në lojën më të bukur që keni parë ndonjëherë, që quhet Sfida. Mirëmbrëma publiku. Mirëmbrëma gjithëve, mirë se keni ardhur në Sfida. Mirë se erdhën në një gjysmëfinale tjetër të emisionit Sfida, por është një show shumë argëtues. Ju e keni parë vetë edhe të gjithë vipat që janë këtu, nuk ka ngelur asnjëri pa dalë tej pa u lagur. Apo jo? Disa përjashtimeve të vogla se mund na ketë spotuar ndonjë që ka ikur pa lagur. Vetëm ti. Ti nuk e di çfarë do në finale, por gjithsesi. Në finale kam prenotuar këtë vendin këtu, jo për çfarë dua të provoj si është uji. Se uji i famshëm ka bërë gjithë kanë frikë, po ne ajo është gjëja që na kënaq më shumë, sepse momenti më emocionues në sfida është kur vipat bien në pisinë, sepse ne këtë duam, apo jo. Edhe pse ata vinë këtu për të fituar çmimin e madh. Çmimi i madh kujton edhe një herë që është një udhtim falas për të ndjekur nga afër kombëtarën Kuqezin në këtë eveniment shumë të rëndësishëm siç është kampionati evropian, sepse na ka bërë që të ndihemi krenarë, sidomos viti i fundit ka qenë vit historik i futbollit shqiptar, kështu që edhe çmimi i madh ka lidhje me këtë gjë. Gjithashtu edhe të gjithë ata të cilët kanë ardhur këtu, të cilët kanë humbur këtë sfidë, nuk kanë dalë pa gjë dhe nuk kanë dalë pa çmim. Ja pas jave neve kemi dhënë çmime, kështu që ata kanë marrë të gjithë nga një abonim digital. Dhe mund ta shohin edhe kampionatin evropian aty falas, madje shtrirë dhe ratuar në koltuk. Tani është bërë dhe kështu si lajt motiv, mos u mërzisni se do e shihni në shtëpi. Jo, nuk është për të mërzitur se e shohin dhe më rehat. Sot janë 2 grupe, si gjithmonë, në skuadra e kuqe dhe skuadra e blu. Bobi, ti kë skuadër ke vendosur që të zgjedhësh? Unë bëra një luftë shumë të madhe, sepse skuadra që unë kam zgjedhur sot është skuadra e cila mua më mundi skuadrën. Prandaj. Do të thënë e prenotove që atëherë ti skuadrën. Po, dhe unë do bëj edhe tifozlik për ata që ata të shkojnë në finale, ndoshta edhe pse jo mos fitojnë edhe të shkojnë dhe ata në Francë. Duket se ti ke të fuqishëm. Po, do shkojnë, nëse shkojnë në Francë do veshin bluzë me Bobby I love you. Unë nuk shkoj dot, kështu që pak nuk do të kuptojnë fare se për kë bëhet fjalë. Se aty në Francë nuk të lën radhë vipat e njerëzit e njohur. Do mendojnë që s'kemi ne kështu amerikani. Do të ftoj superheroin dhe kam Macen e Egër. Se është e Egër? Me ata nuk guxon të matet askush. Vinë për ju, superheroinët.
Macja nuk qënë ka aq e egër se... Ja, nuk është e egër, ja, bëra shaka. Apo është kështu gjasme, si jeni mirë, si... Është e përkëdhëllur, gjithsesi. Nuk të trahtove, po ju mori. O, Klodi, do me eshme të nga trahtove, i thot. Isha për atë, jo për bisit. O, Bobi, ti e ke problemin se i bie që duan të vinë me mua. Jo, ma. Kështu që... Klodi do me ardhë me mu. Unë jam e lumtur shumë që jeni pjesë të gjysmë finales. Me Ildën edhe mu. Egzoni është neutral, prandaj kam futur dhe në mes. Tani, skuadra ime për sot është një skuadër shumë simpatike. Dil pak nga ngjyra jote, të lutem. Ka plot energji, vjen skuadra blu, janë rotat e fiksit. Ata janë 3 gazetar, njëri më seksi se tjetri. Kur gjithë të tjerët ta fusin në shpull për gabimin, këta t'i japin një rrot. Rrota fiksit nuk ndalon, Për në Francë po fluturon. rrota fiksit nuk ndalon. Për në Francë po fluturon. Hajde, Zogu. E jani. Në kafleshnu. Adi Albana dhe Julia skuadra për sot. Përshëndetje, si e galoni? Mos u gënjeni nga emri, Si e galoni? Po prit se Jo, e kemi zgjodha kohë. vetëm. Kë zgjodhe, se nuk e mora vesh. Grupin e zgjodha vetë. Me urdhën nga Ilda. A e ke për skuadrën, me dojë se po flisë për kapitenin. Po pse do të shkosh të Bobi ti Albana? Ato se diun që kam bërë në funit këta. A jeni mirë? Jemi shumë mirë. Juli me mua do e di edhe Adi. Po, Ilda, sepse ti na solle shans fatë radhën e parë, madje mund të them që ne kemi filluar dhe përgatitjet po mësojmë gjuhën frënge. Ku me të tërpil? Je m'appelle Adi, voulez-vous que je Merci, avec moi? merci beaucoup. Faleminderit një vjet me ju me gjitha të tretë. Kurse neve na ka dhënë federata, ne na ka dhënë federata atletikës një përkthyes francez, se s'kemi nevojë. Jeni në rregull. Jeni në rregull se ke edhe ekip sportistash, kështu që. Ekip sportistash pra na takon. Sportistat nuk kanë nevojë të takon, ne na takon. Tani, Na takon apo jo? sfida bëhet shumë e vështirë këtu se duke qenë se ti i ke sportista Bobi, është pak delikate sfida, po kjo s'do të thotë që ne do të rrezohemi edhe po, pikërisht. Albana e preferon shumë fitness. Ju mos e merrni. Çfarë do tregon? Bëjmë pak presion ka afro. Po të gjepa të rroba se na vini çak po kur. Nuk ka xhepa. Nuk e kemi të paqërim që do ta kuptojmë. Penalizim. Do na vini flakën. Do na vini flakën. Tani unë dua vetëm t'ju shpjegoj diçka, duke qenë se kjo është një gjysmëfinale, sfidat nuk janë njësoj si në sfidën e eliminimit, kështu që do të jenë sfida shumë të vështira. Duhet keni kujdesi në këtë sfidë, nuk lejohet në gjysmëfinale absolutisht të kalohet fare viza e verdhë, duhet përqendroni shumë që të kapni formën që keni në mur. Tani, nëse gjeni një vrimtje që më e madhe, mund t'hidheni, ja kupton? Edhe të mos e thyen shumë murin Bobi, se po thye shumë. Ne s'kemi thyer asnjë mur. Deri tani, më vjen keq. Ekipi jot në puntatën e kaluar i ra aq fort murit, Ilda. Po nuk e thyer. Se Idi për shembull i ra aq fort murit sa edhe muri po dorëzohej përpara teje. Si më shoh dorëzohet. Do bësh më kujdes sot. Sara do thy fare. Në rregull, shumë mirë, dakord jam. E rëndësishme është mos bishim pishin. Se Idi që ka pak me nerva, po Ja, kam me egzonin. çfarë ke me egzonin? Nuk është se motivuar, nuk Ka dyrët Po para, ja se ka motivimin, varet se nuk e kanë gjithë një Po shumë serioz. Shumë serioz. Ku flen gjuhë. Okej. Filloj sfidën? Raundi i parë. Loja është fare e thjeshtë. Nëse arrin të kalosh figurën në mur, fiton një pikë. Nëse nuk e kalon dhe bie në ujë, nuk fiton asnjë pikë. Okej, jemi gati për të nisur sfidën. Bobi, ekipi yt kë ka kapiten? Mua. Bobi përveç teje. Përveç meje, Klodin. Mirë, është Klodi atëherë që nisë para sfidën, kështu që ne po ulemi dhe po reatohemi pak skuadra blu, që të shohim si shkon sfida. Klodi është kampione e atletikës për gjatësinë 200 dhe 400 metra. Njëherë vrapoj aq shpejt sa nuk e kapi as kamera. Klodi, je gati? Gjithmonë gati. Ne kemi ngrënë shumë gjithsesi. Ne jemi të mirë ushqyer, po nuk kemi ngrënë kështu gjëra të lehta peshke kështu. Kemi ngrënë një, po kemi ngrënë para 4 orësh. Supra. E kemi Ja, me sigurt që keni ngrënë mirë se sportistët dinë të ushqen. Je gati, Klodi? Gati gjithmonë. Fillojmë sfidën, dua trokitje publiku. Gati, Klodi?
Albana si me ne apo me Klodin, tani s'po e kuptoj. Më vjen shumë keq. E vlerësova shumë performancën e saj dhe normalisht doa ta doar të kasë. E meriton. Do të fitoj për gjithsesi e meriton. Albana do ta shoj edhe një herë. E shohim edhe një herë performancën e Klodit. Klodiana e instruktuar nga djemtë e skuadrës së saj, me një pozicion si një mundëse profesioniste, arriti të kalonte figurën e raundit të parë. Albana kishte të drejtë, kalimi i Klodit ishte perfekt, kështu që e meriton duar tërkitjen tuaj. Kemi çfarë themi se kur po afronte muri, isha kështu nuk do e kaloj, thoja, po se si ja bëri e si doli. Po të thash pra mos e lej ekipin, po U bona moc këtu, u bona moc. Superherojnë kanë 1 pikë, ndërsa rotat kanë 0 pikë. Sa më pëlqen të them 0 pikë. Super rotat janë 0 pikë, më falë, se u ngatrova. Dëgjoj se rotat ngatrohen kështu, rrotullohen, po. Ne zdim, bota rrotullohet. Mirë, neve jemi vetëm kështu në makinë me kamë automatike, ne po e morëm marshën e parë, iku e i muhabet, nuk e di për ju. Mirë, jeni vetëm e të parin, a mund ta startojmë dhe në marshën e parë? Po, më falë. Absolutisht, Alan. Ulemi në... Se dua shumë që ta konkuroj Klodin. Pistën juve. Tani, Klodin, kush mund ta konkuroj tjetër përveç se... Albana është prezantuesja më seksi në Top Channel, ka fiksim palestrën dhe sidomos ushtrime për fund shpinën. Më vjen keq për ju të tjerët, po me që u bë puna kështu, vetëm Albana mund të jetë një konkurrente e denjë. Të lutem mos e demoralizoj ekipin. Fal, kam hallet, po. Hajde këtu. Po. Kalon jetë edhe. Jo, qa kemi kaluar ne, se s'kemi kaluar në një gjë të madhe. Tani, si të tërë kemi kaluar në një gjë. Ringu dilet atje tani. Mobilizimi atje në start vetë. Po si është kjo puna, si ti kujtosh? Të marë fuqinë dhe si ti kujtosh? Ja i kujtove hallet. Po kujtove hallet, idhe zvet në pesim, se e mbyte svare. Nuk jam nga ato që kujtoj hallet dhe hidhem në ujë. Jam nga ato që i sfidoj, po pa tjetër. Bravo. Je optimiste gjithashtu edhe pse ke një konkurrente shumë vështirë si Klodi për Po dhe ne jemi optimiste. Nuk e ta që vështirë të jemi sinqert. Unë e kam mike, e vlerësoj patjetër, jo vetëm Klodin, po çdo që do të arrinte të bënte një performancë të atill, do thosha do duar trokisja njësoj. Për Klodin kam duar trokitur 2 fish më shumë, sepse është mikesha ime, e thash edhe një herë. Por nuk më duket aq e vështirë për të bërë këtë lloj sfide. Sido që ti më e keqe e gjysmë të në ujë. Nikarita, marri me sportivitet. Albana afrohet pranë vijës së verë. Albana. Ja ku ketë mbështetjen tënde nga të gjithë fansat edhe mbështetësit e tu, janë me ty. Je gati? Albana je gati? Po, gati. Okej. Albana bëhet gati që ta kaloj. Nuk është shumë e vështirë, me ato pjesë e vëmendshme si ta kalosh. Kam përshtypjen që do e kaloj, do marrë këtë pikë Albana. E kalon! Bravo Albana, e ke dalë ban. E shoj vetëm 59 kg. Edhe shumë e thjeshtë për ty. Shojmë pak përsëritjen. Albana tregoi suksesin e saj në palestër, me një shpejtësi dhe delikatesë që ju desh për të kaluar formën e murit të sfidës. Albana tregoi suksesin e saj në palestër, me një shpejtësi dhe delikatesë që ju desh për të kaluar formën e murit të sfidës. Pikën e parë për rotat e fiksin, ndërkohë që Klodi u duk pak kështu si, ama se ishte ndonjë figurë kështu, ajo imja ishte shumë e vështirë. Po duke pa performancën e banë që është fina, absolutisht ajo ishte 59 kg. 59 kg. Ishte sa për nxemje. Kjo. Shtarë që me të vërtet, me gjithë respekti që kam për sportin, po sportistët përdorin muskujt, kurse Albana përdori trurin. Faleminderit. Pritu se
se s'ka probleme, po të qikon Klodi. Balancoj pak atë. S'far lëngu pite ti se Kishte shaka e fiksit, e kam mësu nga kryeministri. Është shaka e fiksit. Prandaj e lash një qetësi, e lash gjë. Mirë, e rëndësishme është që ke marrë një pikë në këtë skuadër dhe shumë rëndësishme sepse starti mirë, fillimi mirë është gjysma e punës tonë, ose fillimi i mbar, mirë po e thoja. Ta përsërisim atë, do me thënë, skuadra e kulta, superheroj ka një pikë dhe super robat ka një pikë. Oke, jemi varas? Jemi gati për të Më jenë klasiko, Albana, që kemi dhe në një pikë. Dakord jam unë Albana. Raundi i dytë. Ne jemi 1-1, gati e gëzon. Gati, a basë vla, jo ka seriozisht. Duhet me fitu, thënë qunat. Egzoni e ka në heshtje, nuk e përjeton shumë. Duhet me fitu. Egzon, hajde jere këtu, bëjmë a beti se kom. Egzoni s'kome direkt e via vesh, madje. Gati, forca, shtrëngohu jere këshu. Adi, shive i qik. Adi, shive pak. Shive pak shtrëngimin. Edhe mëndje. është mundje. është shak. Ashtë dhe? Egzoni është mundës i stilit të lirë. Ai është djalë Flori. Të gjithë kanë respekt për të dhe nuk guxon dot askush ta shoh shtrembër në rrugë. Saidi është një tjetër mundës i stilit të lirë. Së fundmi, ai ka marrë edhe pasaportë australiane, sepse kafshët e tij të preferuara janë kangurët. Egzon, gati? Gati. Gati je. I përqendruar? Shumë. Tani, duke qenë se jemi në gjysmëfinale, siç u thash dhe prapa kuintave, sfidat janë më të vështira. Duke qenë se ju jeni sportist, duke qenë se duhet shkoni në kampionatin evropian për të parë një lojë me top, juve këtë numër do ta bëni me top. Por ka një veçori, që edhe topi duhet ta kaloj vrimën, por nuk duhet hedhur një herë topi, pastaj ju. Ne bashkë me topin. Ju bashkë me topin. Tani varet çfarë vrime i bi topi, a kupton se unë se di vrimë e topit. Me një vrim do ta fuzim. Me një vrim. Gati? Gati Zoni. Po topi. Topin si me ka Ilda, ka mund si ta marrë lutem. Kush mund ta kishte tjetër përveç meje? Topin e ka mund, penalltin e gjuan. Unë. Bobi. Penalltin e gjyë vetëm. Urdhë, mbajeni topin. Ja, e keni ndarë? Po, nuk e di si është forma, mund ta keni dhe të dy, mund ta keni dhe vetëm Më njëri. është topi madh, nuk është topi vogël. Topi madh, po. Çe ka gjyë madh? Jo, Si është kaloje? ne do ta kalojmë gjithsesi. Duhet jeni shumë përqendruar, sepse mund të hedhësh topin plot, po mund të të vi muri direkt. Absolutisht. Edhe topi nëse bie quhet skualifikim, ë? Kuptova. Kjo është pjesë e jona topi. Marrim 3 pikë një fjalë. Marrim 3 pikë. Vetëm unë me Egzonin, unë me Egzonin e topin. Po. Gati? Po Bëni gati? Kuptoj Egzoni? Apo? Topi është pjesë e lojës, po nuk është pikë. Po pse mori se iti topi, nuk e kuptoja. O e se it, mbase do Egzoni topi. Ja jap unë. Ma i vogël. Po të s'ma jep. I shkon me figurën se itit. Apo i shkon me figurë. Topin duhet ta marrni në dorë, respektoni vizën, respektoni figurën. Na duhen pikët, ë? Shiko se rrotat nuk janë shumë thjeshtë. Kam bërë namin puntatën e kaluar. Pikët, Lali, pikët. Mirë. O, topi. Futu ti se, futu ti, Vetëm futu ti. topi kuptoj këtu. Futu ti, qoe. Po Egzoni ku do futet? Kujdes topin, ë? Merë pozicion, Seu. Seu. O, sa e vështirë, e kaluan! Nuk ka mundësi, Bobi, që e kaluan. Unë nuk e merja me mund që Egzoni, po ja dilte mban. Ua, duat shumë përse ku fut Egzoni? Shohë përsëritjen? Kampionët tanë kaluan me sukses këtë formë të sfidës. Ne akoma po vendosim nëse ishte më i bukur kalimi i Egzonit apo hedhja me top e se hitit. Por gjithsesi, djemt ja dolën. Unë prap, mbas përsëritjes, realisht unë prap nga hynë vlla. Ku hynë? Nuk e di, ku hynë më burr? Kur ka vështirësi djeri, ashtu e gjë. Sfida me tregu muskujt apo mend. Prandaj e lash në qetësi. Po, vallaj, shumë mendo kjo, unë se di nga hyni. Trenin akoma se besoj. Bobi, ti, vllasi- ne këtu kemi ngelur kështu të shokuar. Jo, ne jemi shumë të qenë.
Vetëm Juli e ka ruajtur Ne jemi shumë të qetë, dhe ju nuk keni parë gjë akoma. Ju jeni, nuk keni ju, është shokuar Ilda, se këta kanë qenë ekipi Ilda. Albana po. Adi kësu po ban vetë. Adi që to Adi. Ku e përkthej frëngjisht, me pak fjalë djem bën një performancë realisht të shkëlqyer, është e dyta e skuadrës kundërshtare. Albana një sekond, S'ke pa gjë akoma. Vetvetja. Magjinoca bëhet e treshja. Por, prap nuk e qim dorë nga ajo çfarë kemi potencial për të shfaqur edhe një performancën tonë dy. Shumë mirë, dakor. Performanca dy të rregullojë gjitha. Gati? Në rregull jam unë, forca. Hajde. Nuk i bërtasin mo djalit se kot ja futëm kjo që i bërtasin. Është i mirë, është i mirë. Topin e Mala Liot. Topin mund të hapësh dhe mua. Do ikim. Po këtë topin mund ta shfrytëzoj. Mbaj unë topin apo s'duhet mua. Dhe me Topolino. Tani është momenti që Adi edhe Juli të vinë këtu edhe të ndihmojnë që të fitojmë 2 pikët e tjera. Adi dhe Juli shpresoj ti kemi të gjithë te ju. Shumë e lehtë. Sepse skuadra Kuqe ka treguar një performancë shumë të mirë dhe një nivel shumë të lartë. Prisni se nuk keni parë gjë akoma. S'kemi parë gjë akoma. Mirë, le të shpresojmë. Tashmë jo, hilet ja kemi... Se di gjëta qeshur aty. Pak hilet ja kemi marrë se dojnë, që është puntate e dy që vinë këtu, që s'ma do mëne që të ketë buk peshku të ndani për para. Unë dua shumë të besoj Adi, sepse kam shumë besim të ju, se nuk është të thënë që ata janë sportista edhe... Gjej vri me futu është puna, nuk është se duhet bësh në një... Adi është gazetari fiks fare dhe një nga prezantuesit e Rikoshet. Ai është i fiksuar pas lëngut të mëngjesit, pasi ai ecën me moton, si dihet si të merr jeta. Juli është gazetarja më e mirë investigative në Shqipëri. Ka pasion të dëgjoj hallet e njerëzve dhe për këtë ka vendosur të hap disa kurse për terapi intensive. Juli Adi! A jeni gati? Gati. Gati, okej. Gjithmonë. Shfaqet e figura për Julin edhe Adin. Bëni kujdes pak si do pozicionoheni. Juli. Me pak problem. E keni pak vështirë, Adi. Juli nuk... Adi. Po pse mu Adi, pse? Shojmë pak përsëritjen e Julit edhe Adit, pastaj rikthehemi për të folur dhe për të diskutuar. Ideja e Adit, si kavalier për të mbajtur Julin në krah, mbase ishte e mirë, por për ta mbajtur atë nga fillimi i murit deri në fund, kjo e lodhi dhe përpasoi të dyra në pishin, duke mos marrë asnjë pikë. Juli dhe Adi nuk e kanë kaluar dot figurën, nuk e kuptova pse u bët si lëmsh më duk mos, po kuptoni pozicionin. Do ja të respektoj figurën. Ne si ekip mendojmë që Ado duhet Një orë përpara Adi, a thua se po mbaje këtu fotomodelet. Një orë përpara në ajër unë këtu. E Juli pati me gjëra të Ilda, ju nuk e kuptoni se sa gazet edhe sa qefësh të zhytesh në pishin. Ja, shumë vërtet. Po unë pata frikë sepse Adi që pa ardhur muri ishte kështu. Unë jam shumë e sigurt në duart e Adit, unë ndihem shumë e sigurt. Kjo është e rëndësishme. Kisha gruan time, po gruaja botës ngel. Unë mendoja që Juli duhet të mbante ky Ado. Është huj. Po ta mbante Juli Adin do ta kishin kalu. Ekipet erdhën në sfida shpërthyes dhe me energjinë që i karakterizon ata. Në raundin e parë, Klodiana arriti të merrte 1 pikë. Gjithashtu, edhe Albana si konkurrente e fortë e Klodianës arriti të fitojë raundin e parë. Në raundin e dytë, djemt kampion kaluan me sukses formën, duke triumfuar me një hedhje perfekte të Sejitit me topin. Ndërsa Adi, kavalieri i ekipit të rrotave, nuk arriti të mbante në krah Julin për të kaluar formën. Kështu, ata nuk morën asnjë pikë. Në fund të raundit të dytë, rezultati është 3-1 për ekipin e Kuq. Loja vazhdon, lufta vazhdon, jeni ju tani, ne ju presim me padurim. Kështu që shijojeni këto plane. Dalë një dyshi, dalë. Raundi i tretë.
Jemi shumë kurios të shohim se si do e bëni këtë round. Ne këtë round do ta bëjmë shumë mirë, se Idi tha, neve të mundja nuk ka x një dysh, ose ku di unë, koeficienti 2.3. Kështu që ne kësaj radhe duhet se s'bën të kapim akoma pik. E do me deklarim? Me deklarim. 3-0. 3-0. Jemi gati? Gati. Poziciononi. Me zi po presim, t'ju shohim. Prit se ndrohemi, e shohimi. Prit rrirë aty pastaj, e shohim çfarë pozicion në shinë. Kujdesni vjen e verdh. Bëhemi gati të kapim 3 pikë të radhës. Gati supermenët e mi. 3, 2, 1. Më vla, si hecën, si nga futesh, më vla. Kur iku, unë i kisha, shojnë për sëritjen. Super kalim dhe një merit e plot e pikve për ekipin e kuq. Sa të mëdhenj janë superherojt dhe sa të vegjël bëhen vetëm për të kaluar në vrimën e murit dhe për të fituar 3 pikë. Kjo ishte e mrekullueshme. Unë di vetë Ligia. Në një moment, Ilda, unë pash Klodin që kishte kaluar vizën e verdh dhe ishte muri shumë afër dhe i thash Klodit, kujdes vizën e verdh. Klodi u fute viza verdh dhe unë kuptova fare 3, 4, 6 këmbë ku ishin aty. Një që kaloi Klodi dhe se Idi. Po ti më vlla. Ti. Unë u fut më vlla. Të dëm produksionin finale. Edhe po t'ja lej. Produksionin finale edhe po t'ja lej murin blok, vetëm mur, unë nuk e di ka të dalën si. Po Bobi seriozisht ai Exoni nuk flet fare, po si ka keni bërë shërbitje ju nga emisioni kaluar se nuk ishit kaq mirë. Se nga kjo ka. Po jo nuk ishin kaq mirë, realisht, niveli është përmirësuar goxha. Ka qetësi. Exoni mund të mos flasi, po vrimat ditë i kaloi. Se si i kalon Exoni e di. Nëse ka njeri që do të aprovoj si i kalon Exoni vrimat, ne shohim finale, sepse kemi shkuar në finale. Po, ende jo, s'ka mundësi. Kemi pikë maksimale, por ne do të bëjmë sfidën e fundit për prestigj. Do të bëjmë. Është për qef. Për qef. Absolutisht. Për qef. Exoni, të dua. O Bobi, nga daj se nuk i djetë me këtë jesë në finale. Po jemi 6-1 rezultati, Ilda, 1 sekundë se jam Jo, në finale, mos duhet të dua, se nuk do të marrim me vete. Në finale kemi 3 grupe, Ilda, që ne s'do jemi me askëm. Nuk do të marrim me vete, Exoni. Ne kemi 3 zgjedhje, kështu që varet se sillet Bobi. Po, ku i dihet? Me që në stadium s'ka spektator, do marrim Bobin. E vendosi. Edhe me pjuse, Bobi e lobi. Ulemi. Tani është rada jonë, po jemi pak së si i thonë. Por pranojmë humbjen. Ilda, e ke vënë re që kanë filluar të kem fat me konkurrent? Tani nga fundi, se qa ka ndodhur me ty nuk e kuptoj. Sfida ka qenë shumë e vështirë sot, Ilda. Tani, ka qenë e vështirë se Albana, tina thove tërë si duket se fillove duke i thurur eloze skuadrës të e me i dhe një besim të paparë. Jo. Nuk besoj se këtu një stërshë në asë mënyrë. Duar të të përshëndeta performansat e tyre se realisht kanë qënë spektakolare sot. Pa në ardhur keq fare që ishim përballë 3 kampionëve. Pa në ardhur keq fare, do të thonë do ta duar rrugën e një. Nëse normal se kemi kampionat, nuk është thjesht, ne jemi njerëz thjesht. Pranojmë Klodi, ne njerëz thjesht jemi, nuk merremi me sport për ditë. Nga daj. Pranojmë humbjen në një
kampion, tu kampion Shqipërie, kampion Evropë. Pranojmë humbjen në një lojë të tillë sportive, sepse suksesin secili e mat me atë rrugë dhe profesion që ka zgjedhur. Kushtu në parë shpirti, mos vazhdo të tjera, fjalia parë, replay, çfarë the? Claudia, akoma si e kënaqur me fitoren. Asnjëherë, prandaj. Mos vendin tim me që e humbur. Me kënaqësi. Lodi po pret Kjo i ban gjatë turnistet se nuk dorëzohen asnjëherë dhe nuk janë komponistë. Tani, shkoni te via e verdh. Se duhet të bie edhe unë pishin se 2 kolegë të mira. Bëuni gati dhe ju, pse jo ta kaloni, na jepni 3 pikë, se pastaj shkon rezultati 6-4. Forca grupi. Na jepni dhe 3 pikë. Unë nuk dash të një gjitha, sa morët edhe tokën me vete, unë dash dhe pronat. Sojnë pak për sëritjen e gjithsaj që ndodhi. Gjejmë vrimën dhe futemi të 3. Kjo ishte motoja, që ekipi i rrotave arritën të kalonin këtë formë. Ata fituan 3 pikë dhe morën si dhurat edhe disa copa nga Murioni sfidës. Gjejmë vrimën dhe futemi të 3. Kjo ishte motoja, që ekipi i rrotave arritën të kalonin këtë formë. Ata fituan 3 pikë dhe morën si dhurat edhe disa copa nga Murioni sfidës. Se si e keni kaluar dhe ju atë Kam bërë një të rëshkitur, Ilda, që do ta mbaj studion. Kuptoj. Ka që janë fishme. Unë do të thoja që neve kishim kështu disa kontestime, po neve menduam që t'ja u japim pikën, dhe përveç pikës, t'ju japim dhe të polisterolin dhurat. Shumë faleminderit. Gjitha të bëbi të them diçka. Nuk do më zërë viti pak me forca, po pa forca i muru kalua dhe ishte një nga gjërat më të bukura ma domendja të këtij spektakli. Dhe jam e bindur që në qoftë se do pjesësh publikun, kameramanët do thonë ku ju kujtohet, kjo puntat do kujtohet për këtë gjë. Themun. Duhet edhe një kujtim nga ky spektakël, po. Patjetër, unë do ta marr në shtëpi. Mirë, gjithë tash nuk më zë. Ja, kuartërimja. Do e mbaj si, nuk di. I pacmuar është kjo. Se ka shumë kolesterol. Raundi i 4. Të pasqyrën që thua ti, Ilda, e kemi, përveç faktit që ne jemi të bukur, të 4. Këndshëm, jo të bukur. Qëro, nuk kam në... Vimir. Se me më keni mua. Kjo sfidë është e vështirë. Do të jesh Seid. Ore, po Seid i topin, Seid i pasqyrën, s'pas ke qenë ti o Seid? Ç'ke Ilda? Nuk të njëja ka që ti. Se të rrë në punët tona ti më Ida, unë se kuptoj fare. Gjitha Seidi. Jo, me më përshën Seidi. Nuk është kampion bote. Ashtu dhe. Ja, normal, nuk diskutohet. Duhet të rish kështu, me kurim. Jam shumë i përshëndruar Një sekundë shpjegimin. Një sekundë se që nga shumë e vështirë. Viza e verdh duhet tjetë e paskelur nga thëmbra. Ti nuk mund ta kthesh kokën dhe duhet shohësh murin me pasqyrë. Ilda, ç'a bëre? Si e, më shikon këtu? Çfarë pjesë po shikon Bobi? Ku jam tani? Jam Messi e naltë. Jam Messi e naltë. Mirë, se duhet të jetë kujdesshëm që duhet të vizi dhe këmba kur shikon mbrapa edhe çdo gjymtyr duhet të jetë saktë. Ato ja kemi lënë se ishit neve. Ato pastaj është. Mos shihni pjesë. Dhe duhet koordinohesh për të kaluar frimën në mur. Në rregull? Marroj. Mos e merr me stres, merr me qetësi. Edhe po Seidi s'ka stres fare. Megjithëse e kishin kapitenin më të saktë se sa unë. Po djega. Seid, të lutem thembrën. Ai Seidi mos u huto me pasqyrën. Seid, kapiteni na thot mos u huto me pasqyrën, mos shik veten.
Se që je i bukur këtë e dim gjithë. Ate e dim. Këndshëm, më falë, këndshëm. 3, 2, 1. Lele. Amo Seid. Është ai pozicioni fillimi juaj. Unë Seid. Skiç Lali, skiç. Mos e kalovi në verë, Seid. Ja, ku do shu, ja. I tha Klodi, jo ashtu se i përve të gjokte. Të thash Klodi. Kiste për Klodi, do e kalon të kësu. Po si pëse plas me Lele? Qdoje me këmë në ty mos e i. Kishe mirë. Shojmë për sëritjen. Seidi në këtë round, a të dëgjonte Klodianën, apo të shikonte murin nga pasyra. A ju mundua të zinte formën, por nuk ja arriti kështura në pishin. Gjithsesi, nga përsëritja, ti prap ishe i përgatitur, u mundove që të zje formën, po këshillat e kapitenit ishin të vlefshme, sepse ti mund tyje, aj sa jeti mund tyje të ajo vrima. Unë jo, ti po. Problemi zë ajo bërtet aq shumë sa që se mora vesh. Jo më shpirti mu nga tarove, nga pasyra kujtove se u bone balerin. Ti e mund? Bravo, ashtë dhe. Ti e mund, Lale. Shef? A pra? Kjo da do të mirë në fakt. Ashtë dhe. Ulemi ftojmë ekipin tjetër. Hajde. Ulemi. Hajde si të O zoti madh, me atë pasyrën që nga ka gjetur. Sa të vja Albana i sekund. Mirë. Shumë mirë, ja. Tani, e merë Albana ndorë situatën, ty Albana nga balerin si do të duket vetë jam me pasyrën. Ajo që jam, edhe balerin. Do më theni objektive, nuk të gënjen pasyra. Jo, tash, ajo që jam, por edhe balerin. Edhe balerin, shumë mirë. Do provojmë. Pasqyrë, moj pasqyrë. Kush do të shkoj në Francë? Që ne... Ata që janë brapa. I shikon ata mbrapa? Që ne humbëm. Me qënë se sot ju kishim kundërshtarë të drejnë, na bëni tipën me në finale. Se për shkuar ju në Francë. Falenderit. Shumë mirë. Jam bërë shumë pozitive sot. Ju falenderit. Albana, rëndësishme është që rezultati nëse ti me një pikë është 6-5. Po, i afrojemi ngusht. Dhe sigurisht që fitoria është në anën e skuadrës kuqe, sepse janë njerëz më me potencial se... Ta provojmë. Ne, kështu që... Justifikohet. Më me potencial do njerë është edhe që është e fati. Pavarësisht se nuk ja umbën vlerat. Mos u kthe kur, Albana. Rëndësishme është që të fokusohesh tek figura e dhe të lëvizësh gjymtyrët, mos u ngataro. Si se i di. Do provoj më të mirën time. 3, 2, 1. Po tregosh e kujdes me Albana, kupton dhe si du ta kalosh figurë. Mos u bëj dhe ti balerin. Mos u bëj balerin, Albana. Mbyllni këmbët. Albana kalon me sukses prapën e pasyrës. Ishte një test shumë i vështirë. Kemi bërë shumë mirë që kemi zgjedhur Albanën për të na përfaqësuar te kjo sfidë. Shojmë pak përsëritjen si e ka kaluar. Ebo vajzat janë ato që kanë eksperiencë me pasyrat. Kështu Albana ishte zgjedhja perfekte për këtë provë, dhe këtë gjë ajo e vërtetoi më së miri. Albana ka bërë një punë të shkëlqyer, edhe pse gjendja e skuadrës blu është pak kështu si mbas luftës tretë botërore, se i kanë gjithë muret me vete dhe e si dukeni aty, sigur ju ka rënë tërmeta, stuia, nuk e kuptoj. Po, kjo është pasojë e një sfide të fortë, Ilda. E vërtet. Nuk është se e kishim të lehtë, të ishim kundërshtar me tre kampion, me tre super sportist, dhe me Bobin në krah, që diti furnizoi mirë me energji, gjithashtu dhe ti ke qenë mrekullueshme me ne. Faleminderit të dashur. Është e dytë që ne jemi bashkë në skuadër. Unë e kalova këtë sfidën e fundit, në fakt dua t'jeme sinqert, e kalova pak me këmbë të gjerë, do me thënë me bish të syrit, mund të them se pash cepin e... E ke kaluar shumë bukur, edhe keni sjellë momente shumë të bukura. Hyrja e gjysmëfinalistëve tanë ishte spektakolare dhe plot energji. Të gjithë të sigurt për të shkuar në finale dhe për të triumfuar këtë round. Në provën e parë të sfidës,
ishin vajzat, ato që arritën të jepnin nga një pik ekipit të tyre. Në raundin e dytë, kalimet e Exonit dhe Seitit ishin perfekte dhe i dhanë fitore prej 2 pikësh ekipit blu. Ndërsa Adi dhe Juli, me formën e tyre si një qift në filma, ku mashkulli mban një femër në krah, nuk i ndihmoi të fitonin as edhe një pikë në këtë raund. Raundi i tretë i dha të 2 ekipeve pikët përkatëse. Secili ekip me format që mori dhe shpejtësinë për të futur të tre në një vrim, i dha fitoren atyre. Gjithashtu, ekipi të rrotave i dhuroi dhe copsa të murit. Raundi i katërt ishte ai që tregoi se femrat triumfojnë gjithmonë kur në dorë kanë një nga armët e tyre më të forta, që ishte pasqyra. Unë do doja që të ftonim ekipet në skenë. I ftojmë në skenë sepse... Unë po ftoj superherojnë që janë dhe super fituesit e kësaj nate. Edhe rrotat gjithashtu. Po? Se juve nuk e dini, ne në ekip kemi dhe një njeri misterios. Aha, ka. Po do vlla. Kërëqës nuk e fare. Këtë që i kalon vrimat asu se di. Exoni, se çfarë ka ndodhur me Exoni nga emisioni kaluar në këtë, nuk e di. Është përshëndru. Është përshëndru. Ka qenë 100% E ka marrë garë, nuk e serën e parë mori loj, këtë rallë mori garë. Më duket se ke pirë ti se disa kafe dhe ke motivuar Exonin. Jo, Exoni s'pi kafe fare. Fa Klodiana ka aftësi kapitene, ja? Absolutisht, asë nuk pikë, kështu që u vumë thjesht para garës dhe thamë këtë rallë duhet ta fitojmë. Imagjinot kishim pi dhe kafe. Kemi kundërshtar. Kam dalu që kam marrë ujë. Kemi veten tonë edhe pastaj a do shkojmë apo s'do shkojmë në Paris është tjetër gjë. Thjesht është të fitonë. Bobi, skuadra blu ka qenë fantastike, gjithashtu e kulqja, ne këtu në fundit vetëm argëtojemi, kështu që do shihemi sërish në emisionin tjetër. Shihemi përsëri në episodin tjetër, natën e mirë dhe miru takofshim. Natën e mirë dhe miru pafshim. Puntatën e ardhshme të sfidës, ekipet tona i pret finalja e madhe. 3 pretendent për çmimin e madh të një udhëtimi në Francë për të ndjekur nga afër kombëtaren shqiptare. 3 ekipe, përballë formave që nuk i keni parë ndonjëherë më parë. Të 3 të vendosur për të fituar. Një përballje, e cila do t'tregojë se kush do të jenë kampionët e vërtet të sfidës. Dhe kush do të jenë ata që do të përjetojnë live emocionet e Francë 2016.